Përshëndetje miq. Shkojna me videon për prefiterat e mas luftës. E mas mirti e tregon Gjermani që ka qenë luftë 98-99 se kush janë prefiterat edhe sa ushtar ka pas ushtria shqiptare e Kosovës. Kështu që me të shkojmë të ndëgjojmë të diskutojmë së bashku. Ju nuk pysni u vjen ata njerëzit që thonë kena bo qështu me 5.000 ushtarët kena sulmu sërbët. Besoj që njefni. 5.000 ushtarët ki pos në Gjakov për shemër, ku NATO thot se krejt Kosovës ka pos 5.000 ushtarë. Adën? 5.000 ushtarë po i ka pas në Gjakov po thojnë që ka pas, a NATO ka thonë 5.000 ushtarë në konkret Kosovën. Si ka mundësi vetëm në Gjakov 5.000 ushtarë. Shkojna. 10.000 ushtarë në Kosovë. Po, më falë. Po, qëto. 60.000 ushtarë kanë qenë në Kosovë. Me letra, me letra, jo unë s'mendoj. Çka mendoj unë janë shifra krejt tjera, por në fakt ja është keq me keq, se dija me keq për këtë fakta me qa ma bovës. E kjo janë ato që më thonë, këta janë njerëzit që ma shumë me kanë që më thonë denigru vlerën e UÇK-s. Bravo. Se UÇK... A përsheni me që këta janë njerëz që kanë denigru UÇK-n. Këta janë njerëz që i kanë përfitu. Kur thonë përfitu, dhe më thonë kanë shit dokumenta sikur trajshëm për veteran, sikur ata kanë qenë veteran. Edhe i kanë marrë 3.000 deri në 5.000 euro për se së dhe letër. Kështu që ka dëshmi për këtë punë, një ndënu për këtë punë. Edhe këta janë ata që ja kanë u vletër e UÇK-s. Vlerë ta UÇK-s nuk i hub kur. Vlerë ta shtu, zemër. Mirë po, pak e ka një los, sa do pak e ka një los, qëto sene. Ta shkurje puna, Gjermani, pe Gjermonis, me ara dhe me nga spigu neve, me nga tregu neve se e ka një los, UÇK-n, kjo është turpi i botës. E kush komandantët tonë? Komandantët të vetë shpallur. Atyren Sheshua 99 ka qenë ushtria ma pasta në botë, ka qenë ushtria gjerije ma sukseshme mas luftës dytë botërore në botë. Veç pak, a pëndëgjoni komandanta? 98-99 ka qenë ushtria me forta, me mira në botë, me pasata në botë. E shka i botë mas luftë? Mas 99 shka botë? Të lëshu fleta për veteran, i botë 60.000 veteran, u botë milionera, ja u zërput tokat shtetit, e falë qakorën, e prut në Mitrovic, kufin e Sërbis, Nibert. E Gjermani me armë i afshirë sytë me gisht, bravo e qoftë, respekt. Për besë, respekt. Askush s'ka akuzu UÇK-n për asgjë, mas luftës praktikisht këtë ata denigrimet UÇK-s ka nisë mas luftës. Sa mirë din kemi spjegu, me të vërtet, kur do njerë me folë drejt, njerë i sinqert, këtë ka denigru mas luftës për atë. Edhe shumë me vërtet. Për të regoj një rast të veç, une, kur e erdha në 2000, në janar shkur 2000-ën, që shkojsha visha. Kur i kom pa shpijat, pej Merdarët, deri Mitrovic, shpijat shkive ku e në konë, mos e prek shpija komandant filonit, mos e prek s'po duhet përmen me ema, shpija komandant filonit, thash këtë vene pas ka hangër, ka të lartë. Me njerë mas lufte, ja pat njës hajnia e korupcioni. Prikujna, ata kanë shpallë vetë, mos e prek shpin, filan komandante. Tash, ata që po më dëgjojnë, ata e din kushen ata. Kështu që shkojnë e miqë, se gjithmonë rastet zbardhen. Ata ka ma fityrën njerëzit UÇK-s, njerëz që nuk kanë qenë UÇK. Edhe plus që UÇK-ja as nuk ka eksistu mo. Se po më do këtë një
një krah politik, edhe kjo është këtë budallaki se kanë ndarë njerëzit ose parti politike në krah lufte, krah paqe, është komplet idiotizëm, po më atin. Qysh mundesh? Kjo është idiotizëm, sa mirë thot Gjermani. Pedaj partinë në partia e luftës. Në ka në parlament luftë. Parlament ka dije. Partia e luftës shkon në ushtri. Por jo në parlament. Nuk e dhja mori men kur pa të thonë një komandant. Nëse mu më thirë, më regjistru në parti t'juj, këtë komandant për dini kush është, a ki shyte, Bekim më falni, Bekim Shyte, edhe thot, nëse mu më thirë, më arë në parti, thotë në si të vidhë, thonë ku a ka lashe, nëse kom e luftu. Kjo do të thot, gjdo shtarë, gjdo komandant, e ka venë në ushtri, por jo në parlament. Kështu që, shkojmë të ndëgjojmë, se ne kemi marak, gjithë kush, me titullu, me na qelë sytë dikush tjetër. Kjo është e keqja jonja. me etikutu një parti politike që u formu mas luftës, si krau luftës. Kë parti s'ka eksistu, nashta njerëz brenda partisë. A dina kë e tjeta parti jo, e krau i paqës ku ki njerëz, ki pos njerëzit në LDK që janë konë luftë. Po mua është komplet budalakia, ku në dëgjoj këtë krau i luftës, që krau luftës. Lepe se është tje parti politik, mu se po do luftën, por qëllime politike. Sa interesant, Gjermonin si Gjermon, për vjen tuk po vjen bëhet kur parti luftën politik. A përshën ishë farë gjendin e ardhë opozit. Qëta mos komandonda, opozit. Edhe Gjermoni kjo ka luftu bara me juve. Bënu aki ma shumë se ju. Edhe, a për një gjere fjallë që për thot. Shkojmë. Në vështrim prej një të huaj që jeton e vepron në Kosovë e që ishte pjesë e luftës, kur din të bëj dallimin mes kraut luftës e kraut paqes, nuk është shumë e qartë për ne. Duke pasur parasysh që gjithë ditën merremi me çështje të tilla, në ndërkohë asnjëri nga ne nuk e mendojmë dhe themi që ka parti politike që janë kriju mas luftës dhe thirrën në vlerat luftës. Është përfaqësime politike, më vjen këtë thjesht atë. Edhe tjeta ata tjeta po në me Rrugovën, ata këtë po dorën Rrugovën, ata tjeta këtë po dorën emblemin e UÇK-s, po njësoj është atë. Krejt njësoj. Atë E kesh përdorën Rrugovën, e kesh përdorën sistemin e UÇK-s. Tash keni me dalje me dhonja ki po rranë. Besojone. Se për ndryshë s'ka kuptim. Një për këtë botë adin, këtë Kosovë adin që kënë nuk po rranë. Këtë për thot realitetin. Shkojnë? Qa ka LDK-s tash? Qa ka lidhje me Rrugovën? Rëllandi nuk nga që ja kam fut njerëz në një individual, ju keni votu ata njerëzët atë. Du më thonë, Por edhe pa votu heq, si që s'kan konkurru në zgjedhje, po që kanë qenë jashtëzakonisht. Jo, a flasëm për njerëzit që kanë hinë UÇK-s, që kanë hinë politik. Njerëzit kanë votu, në atë moment kur kanë votu, kanë legitimitet. Unë kishë nështë asë kisha votu, po ta unë s'kam 3 votëm, shto unë jam Gjerman, unë jam sikur s'kisha votu pa asnjë. Unë jam Gjerman, unë s'kam 3 vote, po është realitet, kjo s'ka 3 vote. Po është problemi me që mu, po vjen turp, me dalë një Gjerman, me në kalzu neve, se që kanë bo komandantat. Kurse komandantat kanë vepru keq, kanë bo keq, po folëm gjithmonë mas lufte. As 5 parës janë për atë punë bile. E kanë bo ftyrën sigura pongë. Mathe pongën, dathe, rrhuna zë. Miq, kjo ishte vidje për sot, respekt për se cilin, mire pa shëviz e radhës.